Të gjithë qytetarët që janë shpallur fitues në fazën e parë të programit të kredive të buta mund të vijojnë tashmë me fazën e dytë të procesit. Ata duhet të plotësojnë në mënyrë elektronike formularin e strehimit në portalin e-Albania dhe ta shoqërojnë ato me dokumentacionin përkatës. Ky ka qenë një numër rekord aplikimesh, pasi në fazën e parë kanë qenë 4906 aplikime, ku kanë fituar diku tek 2400 veta për të vazhduar në fazën e dytë. Kemi pasur edhe ankimimet e skualifikimeve të fazës së parë, ku nga 500 ankimime që janë bërë, janë përzgjedhur rreth 235 veta, të cilët janë bashkuar numrit që sapo përmenda për të vazhduar në fazën e dytë. Dokumentat e kërkuara dorëzohen deri në datën 31 korrik pranë sektorit të informimit dhe shërbimeve publike në Bashkinë e Tiranës. Lista e përfituesve është e afishuar pranë njësive administrative ku qytetarët mund të verifikojnë emrat e tyre. Gjithashtu, qytetarët që kanë vështirësi në aksesi në shërbimet elektronike mund të drejtohen pranë njësive administrative për asistencë në aplikim. Nëse kanë kaluar në fazën e parë, kanë kaluar pjesën më të rëndësishme, e cila është që ata vërtetojnë që nuk kanë një pronë të tyre dhe pastaj vërtetojnë edhe limitin e pagës. Fazën e dytë do bëhet përzgjedhja e kritereve dhe e pikavarazhit, që do të thotë që në rast se do aplikojnë të 2500 vetat, aty do bëhet përzgjedhja pastaj se kush përfiton më shumë. Me mbarimin e fazës së dytë, më pas niset e faza e tretë, që është përzgjedhja e fituesve, i cili këtë vit është rritur dhe ka vajtur në 1000 fitues. Pra, ajo që doja të thoja është vetëm fakti që nga këta 2500 veta të cilët kanë fituar, do përzgjidhen 1000 veta për fazën e tretë. Lista për fazën e dytë përmban dokumente dhe vërtetimet e kërkuara që duhet të dorëzojnë aplikantët në kuadër të programit. Janë një sër dokumentash që do plotësojnë, që nga vërtetimi që nuk kanë pronësi, që nga deklarimi të ardhurave që ata kanë, që nga certifikata familjare, pra varet nga individi që ka fituar. Në total janë 1500 kuota, të cilat përfshin edhe përfituesit që mund të pranohen nga ankimimet në rast skualifikimi në fazën e dytë.